A është pasuria çështje fati, apo produkti një sistemi që ndërtohet me kohë? Le të ndalemi tek një shembull që shpesh na habit, Zvicra. Një vend i vogël, por me një nga përqindjet më të larta të milionerëve në botë, madje më e lartë se Shtetet e Bashkuara. Si është e mundur? Zvicra në fakt nuk është e pasur nga rroga, është e pasur nga mënyra si menaxhohet paraja. Atje kursejnë me sistem, investojnë vazhdimisht dhe mendojnë afatgjatë. Pasuria nuk shihet si diçka për sot, por si diçka që ndërtohet për dekada. Në Shqipëri, realiteti është ndryshe. Shpesh, kursejnë pak ose as pak, investimi shihet si rrezik, paraja përdoret për konsum, jo për rritje, mendojmë më shumë për sot se sa për nesër. Dhe këtu lind pyetja më e rëndësishme, apo i mësojmë fëmijët tanë si të fitojnë para, apo si t'i menaxhojnë ato? Sepse sistemi nuk është vetëm banka, shkolla apo ekonomia. Sistemi është edhe kultura jonë e përditshme. A flasim për financat në familje? A i mësojmë fëmijët të kursejnë? A i mësojmë të investojnë? Apo vetëm të shpenzojnë? Në vende si Zvicra, këto mësime fillojnë herët. Tek ne, shpesh fillojnë vonë ose nuk fillojnë fare. Dhe nëse vazhdojmë kështu, a do të jenë fëmijët tanë më të pasur se ne? Mirë kthyer në studio, ku na është bashkuar Elton Korritari, kurator, kritik arti, fotograf, mirë se vjen. Mirë se gjithë. Që të kemi në studio. Prit gjithashtu, kam kuriozitetin e parë. Cila është këshilla financiare që i jep vajzave të tua, me qenë se janë ende vogla? Një gjë që lidhet edhe me profesionin ndoshta. Po leta ta dim si është e jotja. Po sepse në këshilla e parë është ajo që vlera e paras është aq relative, sa që ndoshta do ishte më mirë që t'investonin edhe do doja që t'investonin tek vetja më shumë se sa tek dija, pra, tek edukimi. Tek vetja, tek edukimi, tek pasioni. Më thonë, do preferoja që të dyja të bënin një jetë lumtur se sa patjetër të ishin. Se sa një jetë të pasur. Po, sot në fakt kemi një diskutim shumë të madh për marrëdhënien që ne shqiptarët, apo po themi kemi me para, dhe mënyrën se si duhet të bëhemi të pasur. Pra, sistemi dhe kultura jona do të bëhen fëmijët tanë të pasur, se ne me sa kuptuam këta prindrit tanë e lanë pasionin. Elton. Unë kam një frikë akoma më të madhe, kam një frikë që ndoshta fëmijët tanë dhe më të varfër se sa ishin prindrit tanë. Ekziston edhe, sepse pasuria nuk është vetëm vlera monetare, është edhe sistemi ku jetojnë, mjedisi, kultura në cilën do jetojnë fëmijët tanë. Edhe përsa i përket kulturës, me të thënë drejtën, ne po i lëm një shkretë të tirë kulturore të tillë që s'doja vlejt kesh në disa raste. Po pse? Shiko, ka raste që ka vende të cilët me të vërtetë janë shumë të pasura, por nga ana kulturore janë aq shkretë të tjera sa që të pasurit e atyre vendeve zakonisht jetën e tyre kulturore e bëjnë jashtë. Dhe ne po gradualisht po bëhemi ndër këto vende. Fatkeqësisht. Sot kemi bërë një bisedë të gjatë me këshilla, dhe kishim sigurisht dhe Laureshën që vinte nga bota e artit dhe menaxhimit të artit. Sot duke bërë art, arrin të bëhesh i pasur në këtë vend? Çuditërisht, do jem çik kundër tendencë. Jeton në një mesatare si gjithë tjerët, jo më pak edhe më. Jeton mesatarisht, pra nuk bëhesh i pasur. Jeton mirë, por jo i pasur. Artit të lë të varfër, në fakt. Mish tanë që që merren me artit të lë të varfër. Po varet edhe se si merren me Galloj artit. Artit të lë të varfër, po nuk e di. Shumë artistë janë bërë shumë pasur edhe në Shqipëri. Por unë mendoj që cilësia e artit është ajo që duhet cekje ma të bën kjo. Atëre, do të ta bëj pyetjen më personale. Për shembull libri. Ti ke dy djem. Po. Okej? Kam votuar 2 libra, kam bërë shumë piktura. Tani ti do të doje që fëmijët e tu të bëheshin artist, apo diçka tjetër? Si e shikon ekonominë, po themi, dhe mundësitë që do të kenë nesër ata? Për shembull shkrimtar edhe piktor shumë më të mirë dhe shumë më të realizuar se sa unë,
kena akoma më shumë vullnet edhe kurajo, sepse mu, për shembull, më ka penguar pak pasurit vullnet tek piktura, pavarësisht se aty që fëmijë kanë investuar njerëzit me këshilla, normalisht, që ta ndiqja dikur, po nuk e kisha këtë pjesë. Unë nuk do një nxisja, vetëm do përpiqesha të shikoja, siç tha parafolsi, që kush është pasioni, edhe mendoj që në qoftë se do kontriboj prindi në nxitjen edhe zhvillimin e pasionit të fëmijës vet, ajo mund ta bëjë edhe të pasur, edhe në qoftë se është një gjë pasioni shumë, më thoj, zarën dom, sepse kemi parë shembull suksesi që edhe me disa vizatime të realizojnë për shembull shitje maramëndse. Ideja është të jenë konsistent, vazhdueshëm në atë që ti do t'i çoje drejtarit. Po Miranda, po më thoshe. Ti ndërkohë ke gjithashtu 2 vajza. Unë kam 2 vajza. Çfarë këshillë ju jep vajzave ti nga ana financiare dhe logjikën që u fol a do të doje që ato të bëshin sociologe, psikologe apo unë do të doja që ato të zgjedhin një profesion që ta duan ato. Pra, çfarë lloj profesioni. Njëra thotë unë do të bëjmë neurologe, tjetra do bëjmë mësuese, njëra do të bëjmë parukiere, edhe parukiere, po dua vetëm që ato të jetë lumtur. Çka po të bëhet parukiere, nëse më ta qojmë kështu të hapi një sallon bukurie do bëj para sigurisht. Jo, nuk mendoj se ajo është e vogël është në klasë parë, por e ka mendoj unë e ka thjesht pasion të lyen, si të lyen vajzat para pasqyrës. Po kam një frikë, Fjodora, me pyetjen shumë të rëndësishme që ju keni bërë, sistemi dhe kultura jonë, a do t'i bëj fëmijët tanë më të pasur? Fatkeqësisht, me gjithë ndikimin e madh që ka teknologjia, po flas në gjithë shoqërinë njerëzore, që ka globalizmi, me ndikimin e madh që po sjell AI, kam shumë frikë se kultura shqiptare do vi gjithnjë duke u varfruar dhe padyshim që do të prejkë edhe fëmijët tanë. Ju keni vënë në emisione të tjera ku njerëzit, edhe ata që ne quajmë VIP, nuk dinë emrin e Nën Terezës, nuk dinë kush është Gjergj Fishta, nuk dinë kush është. Pra kemi një brez. Nuk ka nevojë të dish këto për të bërë i pasur. Meqense jemi tek pasuria. Kultura, po flas për kulturën, sa do ndikojë kultura. Jo, pajtohem me këtë, po do të them që u fol këtu pra që shtrati kulturor, i gjithë backgroundi psikokulturor i shqiptarëve, domethënë a do të jenë më të pasur? Jo, nuk mendoj se do të jenë më të pasur. Thash më pasur do jetë ajo shtresë e shoqërisë që janë sot që ne i quajmë oligark. Fëmijët e tyre do të jenë më të pasur. Ata do të kenë më shumë hotele, më shumë prona. Pjesa tjetër e shqiptarëve më vjen keq. Domethënë, unë dua ta shikoj domethënë pozitive të ardhmen e vajzave të mia, por nuk mendoj që ato do të jetojnë domethënë në një shoqëri të pasur, sepse nuk e konsideroj dhe nuk e perceptoj shoqërinë shqiptare pas disa dekadash si të pasur. E kuptoj. Domethënë kjo vjen për shkak të ndikimit shumë të madh që do të ketë globalizmi dhe ka shumë autorë që flasin për shoqërinë e nesme, si do jetë ajo? Do jetë mbi populluar po, sepse sot janë 8 miliardë e 100 milion njerëz. Po, globalizmi favorizon që ti një vend shumë i vogël me 28.000 km2 të arrish edhe të shesësh në gjithë botë. Kështu që ka avantazhe. Edhe presioni po rritet, gjithnjë më tepër. Patur standarde jetese, modelet që ndjekin, presioni që kanë se ne, dakord se çfarë mundojmë brenda shtëpisë. Aq më shumë informacion, sepse globalizmi është informacion. Aq më shumë informacion është, aq më mbytse është, po është edhe mundësia e shpërthimit është e tillë, sepse domethënë edhe për shpërthy për të bërë pasur në këtë sistem është më e madhe. Kështu që i ka avantazhet, çdo sistem i ka avantazhet edhe dizavantazhet e veta. Fati që merresh me artin tregon që keca, dhe unë jam shumë dakord me atë që diskutuam më keca sinjale që ti je vetëm arti. Fatkeqësisht ti je vetëm arti, ose fatmirësisht ti je vetëm arti, dhe keca sinjale për të ardhmen e shoqërisë. Si më thënë, ajo që i kanë ngel artistëve sot është ndoshta më shumë ti është kjo lloj intuite. Jo të na tregojnë të ardhmen, ta tregojnë një pasqyrë të asaj që dhe cilës një vend zhvillohet dhe unë besoj se në historinë tonë kemi qenë më keq. Dhe do jemi më keq, dhe kjo është më e trishta. Do jemi më keq. Sepse për ta përforcuar atë të globalizimit e vetmja mënyrë mbrojtje që ti ke si shoqëri është kjo është antikorp, edhe ti antikorp ti krijon vetëm në po si krijojnë antikorpet Elton në një botë për shembull kur ekspozimi ndaj çdo lloj fenomeni të vjen nga rrjetet sociale, nga jashtë, nga këtej, nga andej. Domethënë si t'ia bësh një botë të tillë ku fëmijët po na humbasin kreativitetin nga
teknologjia dhe nga jeta e varur, nga ai, unë e kam vënë kuadrati vogël i zi, i them çunit tim, e more atë, i them pasqyrën e zezë. Për YouTube-in? Jo, për atë gjë në atë gjë në zezë, edhe unë ashtu e qynë në një, atë vrimë në zezë që i telefonin, që të jetë. Mirë, por nuk e heq dot, sepse ai në momentin që unë zem, dhe i them në çmendë me atë telefon, më thotë kam projekt, o ma. Po, atë justifikim e kanë gjithë. Nuk kam më ç'flas. Kemi projekt. Ka të bëjë pak edhe me prirjet e secilit edhe të fëmijëve, sepse pavarësisht se fëmijët e mi janë shumë të vegjël, po unë e kam parë edhe tek mbesa dhe tek nipi, për shembull, tek njëri prej nipave. Ai që i vogël, që kur ka qenë që fillonte me lviz në tastier, ishte i tmerrshëm, domethënë ta tërhiqen nga tastiera ai përciste. Kurse dy motrat e veta as nuk donin me a ditë për tastierën, kështu që ka të bëjë pak edhe me prirjen e secilit. Pak edhe faj i vajzës vogël, edhe të metat profesionit, të pak në vitet e fundit më është dashur të merrem realisht thellë me fëmijët, sidomos me fëmijët shqiptar. Për shembull, këtu kam një nga botimet tona që janë një sër botime shqiptare. Jeta në kalat shqiptare. Para shumë vitesh. Këtu biles jemi bashkë me profesor Family Art Guides, pra, guida arti për familje të Shqipëria. Guida arti për familje shqiptare. Tani, ky specifikisht është për shumë për kalat të Tiranës. E dini sa kalat ka Tirana? Kjo është për kalat të Shqipërisë. Kjo është për kalat të Shqipërisë. Duhet i ketë një 5? Ka mbi 20. Mbi 20? Ka mbi 20. Ndoshta ka dhe 30 kalat, po mbi 20 kalat janë kalat. Okej, dakord. Shqipëria ka diku 200-250 kalat. Kjo është trashëgimi, me që se flasim dhe për punën për çështjen e pasurisë. Në fundit është një lloj pasurie tjetër që na kanë lënë të parët tanë. Ne do t'i lëmë një lloj pasurie të tillë brezave që vinë. Si largohen fëmijët nga tableti dhe si u krijon këto antikorpe? I krijon nëpërmjet artit. Bruno Munari e ka teorizuar ndoshta më mirë se sa mund të teorizoj kushdo, nëpërmjet lojës, nëpërmjet vizatimit. Nuk ka asgjë më të lehtë se sa arti që fëmijët i largohet ekranit. Aq më tepër nëse ti këtë e lidh pastaj në mënyrë metodike Sa qef po mësoj shumë gjëra këtu, gati s'po të dëgjoj. Kjo është, për shembull, aktualisht ne jemi duke punuar në një projekt fantastik të ri që po e bëjmë, ne punojmë me artist, që quhet Ura dhe Porta. Ose 4 elementet për të zbuluar fëmijët. Ajo që është e rëndësishme është që trashëgimia të lidhet në një farë mënyrë me kreativitetin e tyre. Sepse vetëm ashtu do mësojnë duke... Si duket interesi njerëzve për këto guida, Elton? Shiko, problemi është njëjtë me problemin e artit, që gjërat funksionojnë do të jenë sistem. Pra duhet ne kemi një slogan që e përdorim gjithmonë që themi kids friendly, pra një lloj Shqipërie kids friendly, është vetëm një gjë që ndoshta ne mund t'i japim fëmijëve tanë, është një lloj ambienti friendly për ta, se në të vërtetë shqiptarët sakrifikojnë shumë për fëmijët. Është ndër popujt që sakrifikon ndoshta më shumë. A mund ta bëj kultura një fëmijë më të fortë, më të pasur, më të qëndrueshëm, më të suksesshëm në jetë? Besoj vetëm kultura. Ndoshta këtë e kam defekt profesional për vetëm kulturën. Dhe mendoj që ajo shtërpësia intelektuale, shtërpësia që vjen pikërisht nga mungesa e leximit, e vetmja mënyrë për ta përfituar është vetëm nëpërmjet librit. Pra, unë për vete, do doja që vajzave të mia t'ju lija diçka si trashëgimi lidhje dhe me pyetjen, po më shumë se sa kaq do doja shumë që ato të ishin boll të mençura, të ishin boll të ditura, të lexonin, të kishin pra një, sepse ajo që është kundër padijes, kush është dija, njohja, pra që t'i bëja të forta, të ishin dhe të tilla mund të jetë vetëm nëpërmjet librit, vetëm nëpërmjet të lexuarit. Ne shqiptarët kemi pak në geng të që duam t'u lëmë fëmijëve të sakrifikojmë maksimumin vetëm për fëmijët tanë, po gjëja më e thjeshtë njëri nga ju në këtë panel i kam bler një kumbara dhe i mësoj se si aty të fusi
5.000 lekë çdo javë. Jo, unë këtë e bëj, nëse do t'jem konkret. Nuk janë arrit akoma. Edukatën e vogël financiare që paraja duhet nëse do t'jem konkret, ndoshta... Vetëm dije, kulturë dhe historikisht t'i çojnë fëmijët në universitet aman dhe në shtëpit tona kështu mateshin gjithë. Sa fëmijë ishin në universitet? Pa është në të vërtet kjo tani që na bën të suksesshëm dhe t'ja dalim në jetë mbase... Po dikur ka qenë në vlefshme, sepse përgatitje për terrenin, edhe në qoftë se do hasnin vështirësi në tregun e punës, do ishin akoma më të sigurt në rrjetin shoqëror, do krijonin më shumë rrjet. Domethënë, njeriu kur shkputet nga arsimi, nga edukimi, është shumë e vështirë të ndërtosh edhe rrjetin. Po, rrjeti që është shumë i rëndësishëm. Aty pastaj zëvon se në cilën shkollë ke mundësi ta çosh, se në rrjetet sa më të fuqishme aq edhe më e sigurt mund të jetë e ardhmja për fëmijët. Po, gjithmonë është si puna e artistit, meqenëse çfarë fol për artistin, deri dje mjafton të ishe piktor, sot nuk mjafton të bësh vetëm pikturë. Ose mjafton të bësh pikturë, po atë do ta shoqërosh me një qëndrim artistik që është diçka më e thellë se sa vetëm qëndrim të fortë të përgatitesh për një, unë thoj, spektakël të veçantë. Është çasti i dur që të bësh një reklam shumë të mirë për gjithë këtë iniciativë që ke marrë, po më thoshe që nuk është vetëm për kalat, por ka disa forma, që të mund ta dëgjojnë pak dhe njerëzit, se na duhet ta mbyllim këtë pjesë dhe dua të di saktë, sepse që ka me të vërtet diçka për tu. Ne nisëm nga nevoja që kemi për ekspozitat. Ne bëjmë mesatarisht 20-30 ekspozita në vit dhe problemi kryesor i ekspozitave shqiptare është që vdesin ditën e hapjes. Me atë gotën e verës skaduar të ditës parë edhe kjo ishte një nevojë që si të sillnim në ekspozitat tona një publik tjetër. Dhe nga i nisi projekti, ne kemi krijuar traditën që bëjmë nga një guid fëmijësh për çdo lloj ekspozite që bëjmë. Dhe pastaj menduam ta konsolidonim akoma më shumë me metodikën e krijuar që të bësh diçka jo turistike, jo thjesht turistike, por diçka më e thellë për që të ishte një lloj sistemi që të angazhonte edhe artistët, aty punojnë artistë. Për shumë këtë libër e kanë ilustruar disa artistë. Në këtë moment Merisa po punon pikërisht për disa guidat të Tiranës. Ne zbulojmë thesare gjatë kohës që punojmë me trashëgimin ton. Dhe nëse fëmijët tanë do t'i dinë këto, do fillojnë të kuptojnë edhe diçka në lidhje me temën që pasuria mund të jetë edhe trashëgimia e vendit, jo vetëm paraja ose jo vetëm profesioni. Kështu që reklama është për gjithë ata artistë që rezistojnë, ilustrues, që kanë ide që duan të bëjnë gydelet në bashkohen, sepse është një gjë, besojnë, është në të mirë të vendit. Në të mirë të vendit dhe të fëmijëve. Mirë, unë ju falenderoj nga zemra që ishte me mua sot në këtë temë të gjatë dhe me shumë diskutime për mënyrën se si mund të ecim përpara me paran. Keni derën të hapur në çdo kohë në emisionin tim. Faleminderit që ishit me mua. Vetëm një përmbyllje. Duke qenë se unë besoj shumë në Zot, edhe unë realisht besoj që bereqeti ose pasuria e vërtetë, ajo që ka vlerë jo nominale, sepse pasuria ka nominale, është edhe pasurie diçka shumë më komplekse që nuk mund të shpjegohet këtu, duhet një emision i veçantë. Unë mendoj që është e caktuar, domethënë. Edhe vetëm mënyra se si ne menaxhojmë këtë kemi në dorë, por që është e caktuar ajo. Mënyra se si mund ta menaxhojmë. Sot Merisa po bënte diversitetin fetar dhe ishte pikërisht duke vizituar festën e verës 14, që është fantastike, që i shtohet veç aty ishte edhe një fest pagane. Një fest pagane. Mirë, faleminderit edhe një herë që ishit me mua. Shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e fundit të këtij emisioni.